mund të jetë dhe Mira Murati, realisht. Ne kemi bërë një investim te kompania e saj, edhe pse është kundër ligjeve, ka marrë rrezik shumë të madh mbi super. Por mund të ndodhi diçka. Nuk është vështirë të bësh një inteligjencë tjetër artificiale, që mund të ketë shumë informacion më të madh se diella, dhe ta vendosësh në pyetje përgjigje me diellin. Dhe ajo mund ta thyejë logjikën e diellës dhe t'japi informacione që ndoshta këta nuk i kanë menduar që mund dalin. Që do të thotë, ajo domethënë nëse e thyen logjikën mund t'i bësh pyetje a ka vërtet korrupsion sot në ministrinë tënde, dhe ajo të thej përgjigje me fakte, me shkresa, me emra zyrtarësh që të thotë po, ka, filani bën korrupsion me këtë tender, me këtë dokument e tjerë. Arrin që ta bëj një filtrim të tillë informacioni nëse do duhet? Po nëse ajo është në mjedisin e gjitha qeverive, e gjitha ministrive, do thotë që ka informacion e gjitha ministrive. Pra ka informacion kush është i punësuar, sa e ka rrogën, çfarë lidhje ka midis tyre këto të punësuar. Pra i nxjerr të gjitha nepotizmat, korrupsionin, deri te shkrepset. Kur ti bësh lajm botror, vëmendja botrore është tek ty. Jo vetëm vëmendja pozitive, është edhe vëmendja negative. Kryesisht negative. Kështu që këto hakerime që kemi parë deri më sot me diellën mund të jenë burim informacioni dhe nxjerrje informacioni shumë e frikshëm.